Ky emision mbështetet nga Hansa Bau Hamburg Evza Limani. Është thjesht një sallë, por sapo hyn brenda, ndihesh sikur je në një botë tjetër, ku çdo ushtrim, çdo djers dhe çdo hap të largon nga realiteti dhe të fut në një tjetër nivel për kushtimi. Në klubin e boksit Shkëndija Boks, kjo ndjesi bëhet edhe më e fortë, sapo dëgjon ritmin e stërvitjes që mbush hapësirën. Thesat lëkunde nga goditjet e vazhdueshme, litarët e kërcimit nuk ndalen dhe çdo sportist është i zhytur plotësisht në punën e tij. Nuk ka zhurmë të panevojshme, vetëm përqendrim dhe disiplinë. Në këtë atmosferë pasqyrat e gjëra përgjatë mureve e shumë fishojnë gjithçka. Ato e hapin sallën edhe më shumë, duke reflektuar çdo lëvizje pa asnjë fshehje. Aty shihet qartë çdo goditje, çdo pozicion i trupit, çdo përpjekje për të qenë më i saktë sa më parë. Ky emision mbështetet nga Hansa Bau Hamburg Evza Limani, që në momentin që e sheh, e kupton se nuk është thjesht një njerëz i zakonshëm i sallës. Jusuf Hashimi bart me vete një qetësi dhe forcë që flet më shumë se sa fjalët. Për të klubi i boksit Shkëndija Boks nuk është vetëm një vend ku mëson të godasësh, është një shkollë karakteri. Këtu, sipas tij, nuk ndërtohen vetëm muskuj, por ndërtohet njeriu. Mëson të rrëzohesh dhe të ngrihesh pa u ankuar, të respektosh kundërshtarin edhe kur je në kulmin e forcës, dhe mbi të gjitha, të kuptosh se betejë më e madhe nuk zhvillohet gjithmonë përballë teje, por brenda vetes. Garojmë në ligën e parë të Maqedonisë, po edhe rezultatet e arritura të kampionatit individual në Maqedoni. Përpos kësaj, kushtojmë shumë rëndësi edhe garave ndërkombëtare, dhe asaj që mundohemi edhe synime kemi që në një zonë si jonë se jo të paraqitet edhe në Olimpiadë. Trajneri Ylber Hasani nuk të sheh vetëm si një sportist që hyn në sallë për të bërë ushtrime, por si një projekt që kërkon kohë, durim dhe përkushtim për të ndërtuar. Për të çdo detaj ka rëndësi, çdo korrigjim që të bën, çdo edhe një herë që ta kërkon dhe çdo mos u dorëzo, që ta thot në momentet më të vështira, janë hapa të vegjël drejt një versioni më të fortë të vetes. Në drejtimin e tij ndryshimi nuk vjen më një herë, por vjen i sigurt. Dal nga dal fillon ta ndjesh. Qëndrimi yt bëhet më i qëndrueshëm, mendja më e fokusuar dhe frika fillon të zbehet. Sepse për trajnerin Ylber Hasani, boksi nuk është vetëm forcë fizike, është disiplinë, karakter dhe besim në vete. 4, 5, 6. Mbi të gjitha është cili joni parë, të bëhen sportist të disiplinuar, hierarkia të jesë në nivel nalt, bisedet janë qëta, disiplina po se pa. Menedishmëria jonë është shumë e madhe, po thojë se në çdo garë ose çdo hap ose çdo zhvillim i një fëmis ka edhe lotëzimi, edhe lot i dhënimi. Nuk është vetëm një stërvitje, është një betejë me veten. Vetëm 17 vjeç, por çdo goditje tregon për kushtim, sakrificë dhe rrugën që ka zgjedhur edhe kur jo të gjithë besuan në të. Donjet Ramani është dëshmi që mosha është vetëm numër. Edhe pse familja në fillim ishte kundër, ai nuk u ndal, përkundrazi, kjo e bëri edhe më të fortë. Sot çdo hap i tij në ring flet vet, kapiten me zemër, me disiplinë dhe me shembull. Të jesh një kapiteni i ekipës nuk është vetëm një titull, por një përgjegjësi e madhe, duhet të jesh shembull për ekipën, si në disiplinë, ashtu edhe në përkushtim. Kapiteni e mban ekipën të bashkuar, komunikon me trajnerin dhe kujdeset për çdo anëtar që ta jep maksimum. Para çdo ndeshje, mendomi t'i kujtoj ekipit pse kemi filluar dhe sa kemi punuar për të arritur deri në këtë nivel. I motivoj me fjalë pozitive, i nxis të besojnë në veten e tyre dhe theksoj që rëndësi ka të japin më të mirën, jo dhe nuk varet vetëm rezultati. Synimet e mia për të ardhmen janë të arrij sukses sa më të mëdha në boks dhe të përshtatoj denjësisht vendin tim Shqipërinë duke u bërë një bokser kampion, si ashtu edhe bokser profesional në të ardhmen.
Interesimi nga vajzat në klubin e boksit Shkëndija është shumë i ulët, pothuajse as pak. Megjithatë, boksi nuk është vetëm për djem. Ai është një sport që ndihmon në rritjen e vetbesimit, forcën fizike dhe disiplinës mendore për çdo. Prandaj ftojnë të gjitha vajzat që duan të provojnë diçka të re, të sfidojnë veten dhe të ndihen më të forta dhe të bashkohen me ne. Edhe për garuesit, çdo stërvitje është një hap më afër ringut, ku ata përfaqësojnë punën, sakrificën dhe shpirtin luftarak të klubit. Jesh një boksier, do me thonë, është një përgjegjësi shumë e madhe për veten time, se një shëndeti, e dyta je angazhuar me diçka, nuk ke kohë të merresh me gjëra të cilat shumica e rinis merren, dhe mendoj se të kesh një angazhim për vete është shumë gjë e mirë. Ta kisha sugjeruar çdo të riu, jo vetëm me boks, por me çfarë do lloj sporti, të jetë i gatshëm të merret me vete dhe të ketë një angazhim në jetën e tij. Ja si imam 18 godini, počnem su boks. Ideći to mi беше želba da vidam godina bokser. Ndeshja ime e vështirë ka qenë në Shtyp. Kisha kundërshtarin e shpejt, të mirë, ishte i përgatitur. E mora dhe lojen. Në nivelin republikane i kam gjithë fitore. Një eksperiencë shumë e mirë, që kom pas për krahët madhe nga trenerët si Jusuf Hashimi dhe Ilber Hasani, po ashtu edhe prindit edhe shokët njësoj. Po sugjeroj të gjithë të rinjve të merren me boks sepse të jep kuraj, guxim dhe vetbesim në jetën e përditshme. Idolli im në boks është Oleksandr Usyk, i cili është nga Ukraina. Ai është një bokser me shumë përvojë dhe është kampion bote. Ndeshja më interesante dhe më e vështirë e imja ka qenë në Serbi, që është mbajtur në Subotic kundër Strahinja Mërdak, shampion e Evropë. Kam që 8 muaj që merrem me boks dhe më pëlqen shumë ky sport. Edhe prindrit e ndjekin me krenari rrugëtimin e fëmijëve të tyre. Mbështetja e tyre e vazhdueshme është një shtyllë e rëndësishme në zhvillimin dhe suksesin e sportistëve të rinj. Është shumë vështirë, ka shumë emocion si prind për të vendosur, mirë po do t'ju sugjeroj që të rinjt dhe fëmijët e vi t'i sugjerojnë për që të mirën më tepër me sport, pa marrë parasysh cilin sport, se secili sport është shumë i mirë për fëmijët, se ajo krijon vetbesimin, krijon për shembull një edhe socializim me shok tjerë, vetbesim, përkushtim dhe mundin, të vlerësoj mundin, se do po gjatë kohës periodit që do të ushtrojë edhe e vlerëson mundin e vet, se me mundin që mund të arrijë një rezultat të shkëlqyeshëm, se pa mund nuk mundet. Për te rezultateve në ring, klubi boksit Shkëndija ka shërbyer si një shkollë e vërtet për edukimin sportiv dhe formimin e karakterit të rive në Tetov. Brezat të tërë janë rritur me frymën e disiplinës dhe përkushtimit që ky klub përfaqëson. Edhe në periudhën moderne, përballë sfidave të ndryshme, Shkëndija Boks vazhdon të mbetet një emër i respektuar, një simbol i traditës, qëndrueshmërisë dhe pasionit për boksin. Dhe kështu çdo goditje në atë sallë nuk është thjesht stërvitje, është vazhdimi një historie që nuk ndalet. Kur del nga salla je ende në të njëjtin qytet, por nuk je më i njëjti njeri, sepse Shkëndija Boks nuk të mëson vetëm të luftosh në ring, të mëson si të luftosh në jetë. Ky emision mbështetet nga Hansa Bau Hamburg Evza Limani.